të bëhet me 300 apartamente. Të gjitha duke i bler me parat tuaja, duke dhënë tendera kundrejt apartamenteve, kompanive makute. Pra, një pasurim të tillë, marrëmends, mund të gjendet vetëm në diktaturat, thash, të dikurshme afrikane. Por kjo tregon gjithashtu se tandemi apo dyshja Rama Balluku janë njët pandar, dhe në qoftë se Balluku është pronare apo disponon 300 apartamente dhe 2 jahte, ju garantoj se në vlerë Edi Rama minimumi disponon vlerën e 1.500-2.000 apartamenteve. Disa herë kam deklaruar se Edi Rama është miliardier dhe unë e dia kur bëja të deklaratë se kishin të vështirë tjerë ta besonit. Por unë e kam bërë këtë deklaratë bazuar në dokumenta, fakte. Çdo shqiptar man mend se në vitin 2014, në një raport sekret të OSB-s, u deklarua se Edi Rama ka në bankat offshore 200 milion euro. Edi Rama nuk e përgënjeshtroi kur dhe nuk paditi kur autorin e raportit. S'padiste dot një organizat sepse ajo nxirrte çdo qindark të tyre. Por një moment, Edi Rama pra u bë kryeministër me 200 milion euro në kontot bankare të offshore. Si u bë? U bë absolutisht vetëm nëpërmjet katëve të ndërtimit. Në çdo pallat, Edi Rama gjobiste me 1 apo 2 kate në varësi nga lartësia e pallatit. Dhe nuk pranonte apartamentin, por pranonte vetëm shumën me çmim në shitjes të apartamentit. Kjo është e faktuar. Janë biznismen, guximtar, që ja kanë thënë në sy, janë të tjerë që e kanë deklaruar prore. Pikërisht pra me pallatet. Me katet e pallateve, Edi Rama u bë kryeministër me 200 milion euro të fshehura. Por nga viti 2014 gjerë sot, në 10-12 vite, Edi Rama, mos harroni, se këto ka qenë vitet e ndërtimit pallateve më të shumta, më të larta në tërë historinë tonë. Këtu Edi Rama nuk është ndaluar me 1 kat apo 2, por këtu ai ka inkasuar shumat e të paktën 4 ose 5 kate, minimumi. Por tashmë menaxher i 67 miliard euro, që është totali buxheteve 12 vjeçare. Edi Rama me lukuninë e tij, sipas të dhënave të Bankës Botërore dhe të Kontrollit Shtetit, ka përvetësuar dhe shpërdoruar të paktën 90% të tyre. Minimumi 90% të tyre. Kjo javë pra
është java e zbulimit të madh, e zbulimit të korrupsionit të përmasave të diktaturave afrikane të dikurshme. Është java në të cilën Edi Rama hoqi çdo mask para shqiptarëve dhe u vendos i tëri në mbrojtje të vjedhjeve të zbuluara me dokumenta të Lubi Ballukut, të mbrojtjes së 300 apartamenteve, të mbrojtjes së jahtëve të blera me paratë të takspaguesve shqiptar, apartamenteve të blera me paratë të takspaguesve shqiptar. Dhe ai urdhroi në mënyrë më kriminale dje deputetët e tij të mos lejonin heqjen e imunitetit të Belinda të Lubi Ballukut. Për faktin e vetëm, se nëse Lubia ka 300 apartamente, Edi Rama minimumi 1500. Se nëse Lubia ka 2 jahte, Edi Rama minimumi ka 5 të tilla, nëse ju ka ndasht. Se nëse Lubia ka 2 apo 3 vila, Edi Rama është pronar në resortet të tëra turistike. Porti i Durrësit, siç kam deklaruar në mënyrë të përsëritur, çfarë kam pa unë tek porti i Durrësit? Dhe në atë kohë, pikërisht në atë kohë, unë ju kam deklaruar shqiptarëve se Edi Rama don me çdo kusht të bëhet miliardjer si Alal Abari. Edhe me portin e Durrësit kundërtohen 12.000 apartamente. Kundërtohen 12 hotele me 6 yje, me 5 dhe 6 yje, me pishina dhe me të gjitha lukset e tjera. Ka për pronar absolutisht të parë Edi Ramën, klanet e drogës dhe pastaj Alal Abarin. Pra, java ishte java e zbulimeve më të mëdha të zeza për Edi Ramën dhe qeverinë shqiptare. Java shënon një kthes të madhe në ndërgjegjen e çdo shqiptari, e cila i bën të mundur atij